Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së US për $302 milion ndaj Shqipërisë, e cila do të financojë investimet në fushën e mbrojtjes. Në njoftimin e palës amerikane thuhet se kjo hua do të mbështesë Shqipërinë për përmbushjen e shpenzimit të 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen të parashikuara deri në vitin 2035. Huaja do ndihmojë në modernizimin e forcave të armatosura të Shqipërisë duke mbështetur blerjen e kapaciteteve kryesore me origjinë amerikane dhe do të forcojë gjithashtu aftësinë e Evropës për të udhëhequr vetë në fushën e mbrojtjes sipas njoftimit të bërë publik. SBA i vlerëson Shqipërinë në strukturat ndërkombëtare të sigurisë, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen e saj si antare themeluese e Bordit të Paqes të presidentit Donald Trump. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për financimin rreth $302 milion për ushtrinë shqiptare u miratua me procedurë të përshpejtuar në Kuvend. Mes kundërshtimeve të ashpra të Partisë Demokratike, socialistët e futën në rendite dhe u miratua me 74 vota. Demokratët edhe pse thanë se ishin parimisht pro bojkotuan seancën. Marrëveshja parashikon financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake sipas standardeve të NATO-s, ndërsa fondet do të disbursohen sipas nevojave të ministrit të mbrojtjes.